Si është më mirë të hapësh një biznes në Shqipëri apo në Kosovë? Tatimi mbi të ardhurat e korporatave në Shqipëri, norma standarde është 100%, me përjashtime të disa sektorëve specifik si teknologjia apo agroturizmi, ku aplikohet një normë prej 5% deri në fund të vitit 2025. Norma tatimore e tatimit në korporat në Kosovë është 10%. Në Shqipëri, dividendet tatohen me një normë prej 8%. Në Kosovë, dividenda shpërndar për personin rezident dhe jo rezident nuk tatohet fare, pra dividenda nuk ka tatim. Në Shqipëri, norma standarde të TVSH-s është 20% me norma të reduktuara prej 6% dhe 0% për kategori të caktuara. Në Kosovë, norma e TVSH-s është 18% për shumicën e produkteve dhe 8% për produktet elementare. Në Kosovë është themeluar bordi pavarur i ankesave, ku tatim paguesit mund të dërgojnë ankesat e tyre apo kontestet e tyre që kanë ndaj administratës tatimore. A keni biznes në Shqipëri apo në Kosovë dhe çfarë biznesi keni? Komentoni, le të mbështesim njëri tjetrin.